një sinjal politik me gjitha ndaj Partisë Parë dhe veprimeve të saj mbi të gjitha pas fitores të thellë të muajit dhjetor, dhe patjetër dhe një moment në të cilin duke pasur parasysh fushatat e herpasershme, programet e përsëritura, mesazhet njëjtë të përsëritura, ndoshta dhe qytetarët në tërësi nuk kanë parapar zgjidhje pas zgjedhjeve, dhe kjo i ka bërë që t'i japin një mesazh politikës që pikërisht mungesa e tyre në zgjedhje duhet t'i bëj partitë politike që të shkojnë drejt zgjidhjeve. E kanë marrë partitë politike këtë mesazh ditën e djeshme me bojkotin, por edhe me rezultatin? Mendon që është lexuar edhe prej tyre? Uroj që të gjitha është lexuar të mos shkojnë prapë në një palë zgjedhje të tjera parlamentare të shpejta. Uroj që të gjitha ta kenë marrë këtë mesazh, përtej fakti që jam i bindur që pjesërisht disa prej partive patjetër që janë të kthjellta dhe kanë të qartë panoramën paszgjedhore. Atë panoramë paszgjedhore e cila mbrojti demokracinë nga njëra anë, dhe nga ana tjetër dhe ky aspekt tjetër i panoramës paszgjedhore që gjithsesi mbetet një këmban për secilën mendje të kthjellët politike të mbetur tashmë e kthjellët në skenën politike kosovare, për sa i takon faktit që nëse kursi dhe drejtimi nuk ndryshohet për sa i takon mënyrës së shpërfaqjes së marrëdhënieve ndërpartijake dhe ndërpolitike mes aktorëve, patjetër që pas jo thjesht lodhja publikut, po largimi i publikut nga proceset e drejtë për drejta do të jetë absolutisht më i pranishëm, por ky moment do të jetë dhe dëmtues për demokracinë kosovare, por nga ana tjetër, partitë politike duhet të kuptojnë që vakumi dhe përshllëku që do të krijohet si rezultat i kësaj mungese të pranisë dhe ushtrimit të drejtës votës nga ana e qytetarit, do të dërgonte patjetër drejt terrenit politik, ndoshta edhe për parti të reja politike në Republikën e Kosovës. Nuk do të kishte asgjë të keqe, përkundërzi, por patjetër që mendoj që partitë ekzistuese, ato të cilat sot qëndrojnë në qendër të gjithë peizazhit politik, mendoj që duhet ta shohin me kujdes dhe patjetër që të kultivojnë secilin aspekt të konstruktivitetit në dobi të zgjidhjeve dhe të riafrimit të qytetarëve me politikën. Pjesëmarrja në zgjedhje në tërësi, patjetër që është thelbësore, sidomos për shtete të brishta si Republika e Kosovës. Kalojmë shpejt tek partitë kryesore. Vetëvendosja nga 51% në 28 dhjetorin e vitit të shkuar, për që e bëri qeverinë e vetme me deputetët e pakicës jo serbe, në fakt, shkon me një zbritje gati 8% dhe pa numrimin e votave me kusht dhe atyre të diasporës në llogarit deri tani i bie të ketë 9 deputet më pak nga dhjetori.